Është një grua në shtëpi që nuk buzëqesh më si më parë. Nuk është e mërzitur me botën, është që ka ditë në cilat asajo nuk e nje vetën. Më parë vrapon të gjithë ditën, tani me zi qohet. Më parë mban të mend çdo detaj, tani shpëtojnë edhe gjërat ma të rëndësishme. Më parë buzëqeshte nga lumturia, tani i përmban lotët në hishtje. Nuk është e trishtuar për çfarë ndodh jashtë. Është e lodhur për çfarë po i ndodh për brenda. Hormonet të çmendura, ne të pagjum, një nxehtësi e papritur që djeg trupin, angth pa shpjegim dhe një vetmi që peshon më shumë se fjalët. Askush nuk i tregon si ta ka përcej gjithë këtë. Askush nuk e pyet se si ndihet me të vërtetë. Të gjithë pretendojnë që të qëndroj si gjithmonë e njëjta, sikur të mos ishte duke luftuar me një stuit patokshme. E megjithatë vazhdon të jetë nën. Prandaj mban gjithçka për brenda. Sepse beson se nuk ka të drejtë të bjerë. Sepse gjithmonë ka qenë ajo që ka mbështetur gjithmonë të tjerët, të gjithë të tjerët. Por ndonjëherë do mjaftonte që dikush ta shtrëngonte fort dhe ti thoshte: nuk duhet t'ja dalësh patjetër, moj. Të paktën jo sot. Sepse trupi ndryshon, mendja lodhet, por zemra vazhdon të dojë. Jo vetëm se tani, edhe ajo ka nevojë ta duan. Jo për çfarë bën, po për çfarë është. Një grua e guximshme, edhe pse për brenda është e thyer.